Vrau bashkëdhetari në Gjermani gjykata shpall të pafajshëm 52 vjeçarin shqiptar, i jep dhe dëm shpërblim. Një gjykat në Leipzig të Gjermanisë ka shpallur të pafajshëm një 52 vjeçar i cili vrau një tjetër shqiptar duke e goditur atë me thik në zemër në 13 korrik të vitit 2024. Sheri mes dy shqiptarëve nisi rreth mesnatës së 13 korrikut pranë një lokali, aty ku ndodhi edhe goditja me thik ndaj 29 vjeçarit shqiptar. Viktima ndroi në spital gjatë po asaj nate. Megjithatë, prokuroria kishte kërkuar dënimin me 7 vite burg për 52 vjeçarin. Gjykata rajonale e Leipzigut ka vendosur se akti mund të ketë qenë në vetmbrojtje. Sipas mediave gjermane, si rezultati i këtij konstatimi, gjykata vendosi që 52 vjeçari shqiptar të lirohet dhe të dëmshpërblehet për kohën e kaluar në paraburgim.